Një emision ekskluziv. Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima. Përshëndetje miq të Kosova Press. Procesi i rinumërimit të votave e arrestimet e atyre që manipuluan me vullnetin e qytetarëve vetëm sapo e shtyn krijimin e institucioneve të reja. E si pasoj, edhe vendi po rrezikohet të mbetet pa buxhetin e këtij viti. Këtë problematik do të trajtojmë në këtë edicion të emisionit Shtylla. Cilat janë dy rastet e korrupsionit të lartë me peshë milionçe që po trajtohen nga prokuroria. Sa zyrtar publik po hetohen për pasurinë e padeklaruar. Është edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani midis tyre. Për gjithë këto raste, si dhe për efektet e kësaj dukurie në zhvillimin ekonomik të vendit, sjell detaje e sqarime kreu Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj, si musafiri i edicionit të radhës në emisionin Shtylla. Si histori e suksesi do të ndjekim rrugtimin e kompanisë Fibula Travel, e cila në vitin 2000 u hap si agjencia e parë turistike në Kosovë, me paketa, aranxhmane, fluturim, transfer e hotel, dhe kështu u bë adresa e udhëtimeve për 3 gjenerata, por që prapa kishte edhe një dikat përvojë e mbijetesë në Kosovën e robruar. E rubrika ajo, kësaj radhe, sjell profilin e një biznesi familjar grosh, që pa mbushur një vit ka gjetur treg edhe jashtë vendit. Bëhet fjalë për zonjat që me duart e tyre u japin shije e formë çokoladave reprezentative TOG. Afatet për krijimin e institucioneve po rrezikohen nga procesi i rinumërimit të votave, e arrestimeve të atyre që manipuluan me vullnetin e qytetarëve. E si pasoj, edhe vendi po rrezikohet të mbetet pa buxhetin e këtij viti, e pa paga për të gjithë ata që marrin paga nga shteti. Këto arrestime për manipulim me vota dhe ky rinumërim i tyre po e vonojnë finalizimin e rezultatit të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. E si pasoj po shtyhet edhe krijimi i institucioneve të reja. Por me këtë se kaq, vendit po i rrezikohet stabiliteti financiar dhe pagat e sektorit publik. Kjo krahas efekteve të mëdha dhe për ekonominë e vendit. Kosova po humb miliona euro që mund të shfrytëzohen nga fondet ndërkombëtare, përfshirë 880 milion euro nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Pas fundit të marsit 2026, nëse kuvendi dhe qeveria nuk formohen shpejt, miratimi i ligjit të buxhetit mund të vonojë, duke shkaktuar pasiguri edhe për pagat nga muaji prill e tutje. Në kësi rrethana, profesori ekonomisë Shkumbin Mesini thotë se mos funksionimi i kuvendit të Kosovës po pengon vendin të shfrytëzojë fondet ndërkombëtare të parashikuara për zhvillim dhe rritje ekonomike. Derisa shprehet se edhe çështja e mosmiratimit të buxhetit për vitin 2026 shtyn në rrezik sektorin publik për mospagim të mjeteve financiare për pagat. Kosova ka humbur me miliona euro për shkak mos trujimit kuvendit të Kosovës. E para, e dyta, domethënë përgjegjësia i takon këtë, domethënë në momentin mos funksionimit kuvendit të Kosovës, Kosova nuk po të mujt me shfrytëzu mjetet financiare të cilat janë ndarë nga Bashkimi Evropian, që është quajtur ndryshe quhet plani i rritjes. Domethënë është parapat dikun Kosova të përfitojë 880 milionë euro, kodët të këtyre 880 milionë euro Kosova ende nuk ka marrë asnjë donacion. Dhe duke pas parasysh një gjë të tillë, i kemi një kohë caktuar me deadline-eve, dhe në kodët deadline-eve që janë, domethënë mund të humbi kogja shumë nëse mos kushtimi i kuvendit të Kosovës. E para, e dyta, kemi faktorin e dytë që është çështja e mosmiratimit të buxhetit për vitin 2026, që i shtyn në rrezik sektorin publik për mos pagim të mjeteve financiare për pagat të cilat janë. Dhe ne e dim që Kosova është të pas një kosto të jetesës shumë të lartë, dhe edhe në qoftë një ditë ose 2 ditë ose një muaj ju vanohen pagat, për qytetarët e Kosovës do të jetë shumë e rëndë.
Ish qetësuar me këtë gjendje, shprehet edhe kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Raman Jasharaj. Po qëllitërisht kaluan mujt të tërë u bën edhe 2 palë zgjedhje, po megjithatë ende nuk kemi institucionet e konstituara dhe kjo paraqet problem për shumë çështje, për shumë kërkesa, në veçantë është stresuese dhe është me pikpyetje çfarë nëse nuk arrihet të formohen institucionet dhe çfarë nëse nuk arrihet në kohën ligjore të dërgohet projekt ligji për buxhetin, sepse siç dihet, nëse nuk ka projekt ligj, atëherë vjen pikpyetja edhe a do të ketë paga. Dhe nëse nuk ka paga, do të jetë kjo një goditje e rëndë, jo vetëm për punëtorët e arsimit, po edhe për policinë dhe tërë sektorin publik, ka se shumica jetojnë nga paga dhe paramendoni nëse nga ajo që jetojnë nuk ju vihet dot, e ju shtyhet, e ju vonohet, atëherë do të jetë shqetësime dhe pakënaqësitë do të jenë të mëdha dhe aq pa keq, këta njerëz janë edhe në kredinë e bankat dhe do t'ju shtohet edhe një problem me bankat, sepse bankat e kanë një farë orari kur duhet kthyer secila pjesë e kredisë. Urojmë që mos ndodhë kështu, urojmë që partia që fitoj zgjedhjet bashkë me partitë të tjera të ulin edhe të gjejnë një zgjedhje. As ministrin e detyrë i financave Hekuran Murati e as nga qeveria dhe kuvendi, Kosova Press nuk mundi të marrë një përgjigje se çfarë do të ndodhë me buxhetin e vitit 2026. A ka zyrtar të lartë të dyshuar për korrupsion, sa po penalizohen bizneset në procedurat e tenderve? Këto dhe shumë çështjet e tjera do t'i diskutojmë me drejtorin e Agjencisë për parandalimin e korrupsionit, Yll Buleshkaj. Atëherë, zotri Buleshkaj, faleminderit që keni gjetë kohë dhe keni pranuar ftesën për Kosova Press. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Atëherë, nëse mundesh na tregu pra sa po penalizohen bizneset në procedurat e tenderve, a ka ankesa dhe ku më shumëte? Agjencia për parandalimin e korrupsionit si institucion kryesor për parandalimin e korrupsionit, përveç aktivitetet tjera që ka që ndërlidhen me deklarimin e pasurisë, me konflikt interesit, me sinjalizim, me vlerësime kundër korrupsion, në punën e vet has edhe me shumë anomali të cilat ndërlidhen me procedurat e tenderimit publik. Në këtë aspekt, agjencia tenton të kontribuojë që këto procedura të jenë më të drejta dhe qytetarit merr shërbime më të mira, sepse tek e fundit prokurimi publik ka të bëjë me të mira dhe me shërbime të cilat blihen në emër të qytetarit dhe pastaj shërbejnë qytetarit. Si sektor, ende prokurimi publik konsiderohet si sektori një ndër sektorët në vërtet 2 më me rrezik, së bashku me rekrutimin, sepse këta sektor përveç që janë ku një pjesë tepër e madhe e buxhetit të Kosovës prokurohet përmes këtyre shërbimeve, edhe vendimarrja e zyrtarit të përfshirë mund të jetë problematike dhe mund të favorizohen bizneset caktuara përkundër atyre tjera që mund të kenë një ofertë më të mirë. Agjencia ka një mandat i cili buron nga ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, ku mund të monitorojë procedurat të tenderimit dhe pastaj të nxjerrë përfundimet e veta. Do të kjo është çelësi, por kjo nuk është e vetmja fushë të cilën ne shqyrtojmë ata tender. Nëse vrejmë edhe lëshime tjera teknike, ne informojmë institucionet për ato lëshime. Pra, ka ndonjë rast kur keni ngritur edhe kallëzim penal? Po, nëse si në rast që ne vërtetojmë që ka pasur përfitime potenciale financiare për veten, për zyrtarin që ka qenë i përfshirë, apo për ndonjë të afërm të tyre, ne jemi të obliguar sipas ligjit që të dorëzojmë kallëzim penal në prokurorinë e vendit. Edhe vitin e kaluar kemi pasur raste të tilla, të paktën 2 nëse nuk gabohemi, kanë kaluar në prokurori. Një nga ato është në shqyrtim, për njërin nuk kam shumë informata. Gjitha këto nuk janë shumë të vogla, të përfshira. E qëllimi i agjencisë në asnjë rast nuk ka qenë që të pengohet procesi i ndërtimit të ndonjë hapësire apo të prokurimit të ndonjë të mirë, por ka qenë që të paktën shërbimet t'i ofrojë e kompani që ka pasur ofertë më të mira. Shumë të vogla jo. A i bie që milion që? Nëse gabojmë njëra të paktën është më shumë se 1 milion. Cilat janë ankesat më të mëdha që paraqiten pra tek agjencia nga bizneset? Tash ne ndajmë mandatin e mandat më të fortë ka OSHP-ja si kuazi gjyqësor i trajtimit të tenderëve, ndërsa ne kemi mandat më të ngushtë e ndërlidhur më shumë në fazat e parandalimit, përderisa OSHP pastaj merret kur vetëm ka ndodhur rastet.
Kemi raste ku ankesat edhe nuk kanë të bëjnë shumë me mandatin ton, ku pretendohet që ka pasur marrëveshje mes operatorëve, e ato raste nëse kanë ndodhur janë tema të prokurisë, ka edhe raste ku pretendohet që ka pasur zyrtar të përfshirë, në raste ku ne mund ta dokumentojmë atë, ne edhe marrim masa. Kurimi të kjo çështje, pra mundem me thonë se po i dekurajon investimet sistemi aktuali të nderve ato të huaja dhe vendora? Nuk mund ta them sepse nuk kam dhëna shkencore për atë. Po ka pasur edhe kompani të huaja të cilat kanë parashitur ankesa të agjencia, duke përfshirë edhe ankesa të tilla ku është pretenduar që institucione të tjera nuk kryjnë punën e tyre, edhe pse janë njoftuar. Agjencia, edhe pse emrin e ka nganjëherë shumë të madh, nuk kemi prokurori, nuk kemi kompetencë për të hetuar veprat penale, ne kemi kompetencë për të hetuar shkelat administrative, e nëse në hetimet tona vrejmë që ka potencial edhe për vepër penale, ato i përcjellin vetëm të prokuroria. Secili ankesë në agjenci që prokuroria nuk e ka kryer punën e vet, është e kotë sepse ne nuk kemi mandat të hetojmë prokurorët. Asnjë agjenci askund në botë nuk ka një mandat të tillë. Dhe ne gjithmonë tentojmë të këshillojmë operatorët dhe bizneset që të ndjekun hapat e tyre ligjore, sepse edhe nëse një herë një drejt i duket që është mohuar, nëse 2-3 herë me shumë siguri do të ketë edhe trajtim të adekuat të tyre. Atë që kemi vrejt në ndoshta një herë edhe të trajtimi i rasteve nuk arsyetuohet mjaft mirë një veprim i caktuar qoftë i popullsisë, qoftë i agjencisë tonë apo ndonjë institucioni tjetër. E pastaj kjo te pala e lën bindje që nuk është trajtuar ashtu siç duhet, po besoj që gjithë ne duhet i përmirësojmë edhe arsyetimet e vendimeve tona, bazën ligjore, sepse ndonjëherë diçka është në duke, për shembull te konflikti interesi, diçka mund të duket që është plotësisht me kundërshtim me ligjin, por nëse e lexon ligjin fjalë për fjalë atë shihet që nuk ka pasur shkelje, por është një konflikt potencial në duke. Edhe në këto raste ndonjëherë duket që një procedurë caktuar ka qenë e caktuar për dikën, e pastaj nëse shihet dokumentacioni që na ka ndodhur neve, kemi pasur që ka pasur 3-4 kompani në Kosovë, të cilat kanë ofruar një jetë shërbim, dhe si tilla nuk e mund me ardhe të përfundimit që ka pasur do thotë rregullim të një procedure për ndonjë operator të caktuar. Prap transparenca, edhe pse Kosova nuk është keq në aspektin rajonal, për të transparenca e procedurave të tenderimit është mirë të shihet në rajon. Kosova është shteti i parë në rajon që ka përdorur sistemin elektronik të prokurimit. Kemi qenë lider. Tashmë gati gjitha vendet e rajonit e kanë një sistem të tillë, por Kosova ka qenë e para. Tash ne duhet të vazhdojmë dhe të ecim përpara, mos mesim tash prapa shteteve të tjera. Edhe janë 3-4 vite të fundit që është në proces edhe rishikimi i ligjit, sepse ka nevojë për rishikim, ka nevojë për rregullim të procedurave dhe për t'i adaptuar ato, për t'i bërë më transparente. Edhe agjencia ka jap kontributin në vlerësimin që është bërë vitin e kaluar. Po se që kemi vend për të përmirësuar, po nuk është aq keq, nuk besoj që procedura e tenderimit si procedurë është arsye mjaftueshme që një investitor i huaj mos të vijë në Kosovë. Pra po luftohet korrupsioni, po sa vazhdon me qenë kjo pengesë në zhvillimin ekonomik të vendit, edhe cilët sektorë përvojnë më shumë? Tash ne kemi një problem të madh që edhe kur luftohet ne nuk po dimë t'ia shpjegojmë qytetarit sa po luftohet. E për sa ku qytetari beson që ka korrupsion, ajo është sigurisht të ketë ekzistuar edhe nëse nuk ekziston. Është shumë e rëndësishme institucionet si YNI, si KRBP-ja, si Zyra Kombëtare Hetimit, si OSHP-ja, si gjithë, që të kenë edhe zyre për komunikim, ta edukojmë qytetarin fillimisht se çka është shkelje, ta edukojmë si ta raportoj, ta edukojmë edhe pritshmëritë që të jenë brenda kornizës, edhe mos të jenë për pritshmëritë përtej mundësive reale ligjore. Ne kemi filluar nga viti i kaluar, kemi filluar duke edukuar trit që kur e shohin se çka është shkelje dhe ku të raportohet, është tepër e rëndësishme raportimin e kohë. Tash po them, nëse diçka ka ndodhur, nuk është raportuar, është pranuar produkti, është tepër vonë. Edhe nëse dikush përfundon në burg, është tepër vonë sepse produkti është paguar dhe ne kemi shfrytzuar e kualiteti mund mos jetë i duhur. Kjo jep refleksione përgjithshëm që mund mos jetë shumë mirë gjendja në Kosovë, po besoj që nuk është më keq se në rajon. Edhe vlerësimi që kemi pasur vitin e kaluar, kemi pasur vlerësime nga organizata për zhvillim ekonomik në Evropë.
OECD, edhe ai ka vendosur Kosovën për vende që janë më së miri nëse jo më mira në rajon, bile në shumë aspekte edhe në nivel të mbi mesatarin e vendit të Unionit Evropian. Po them prapë, nuk është kjo vetëm, nuk mjafton me kaq. Ne kemi edhe një kontekst gjeografik, një kontekst politik, i cili ndikon qoftë për mirë, qoftë për keq në zhvillim ekonomik. Edhe ne duhet ta pranojmë atë dhe duhet të tentojmë ta gjejmë rrugë për të kalu, nuk është shumë lehtë, është goxha e vështirë. Ne po tentojmë të krijojmë disa korniza ku qytetarit të ketë me mundësinë e raportimit, ne të identifikojmë lëshime dhe të përmirësojmë, duke mos qenë as si institucion i mandatuar për të jepë një përgjigje të saktë për zhvillim ekonomik, po besoj që korrupsioni si tërësi nëse ka nivel të lartë ndikon negativisht në zhvillim ekonomik. Anën tjetër, pra, ka përfunduar verifikimi i deklarimeve të pasurisë, nëse po, sa zyrtar janë që nuk përputhen me ato çka kanë deklaruar? Mesin e tyre ka zyrtar të lartë si ministra. Jemi në fund të procesit të verifikimit të pasurisë, kanë qenë rreth 2000 cilët janë nështruar, duke shtu këtu edhe familjarët e tyre. Këtu ka mundësi shumë që ka zyrtar, edhe pse nuk kanë qenë për shkak nëse ka pas bashkëshort në funksione të ndryshme, nëse bashkëshorti është pjesë e verifikimit, atëherë edhe bashkëshorti i tij dhe fëmijët e tyre janë pjesë e verifikimit të pasurisë, e që i bie që ne për qëllime statistikore kryesisht e shumëzojmë me 3, po të kemi pasur edhe 6000 zyrtarë të cilët kanë qenë në procesin e verifikimit në forma një tjetër. Jemi në fazën finale, nëse nuk gabojmë janë rreth 150 cilët janë duke i verifiku a ka nevojë për t'i dërguar në prokurori dhe misione tjera. Ka nivele të ndryshme, ka nivele nga ajo që kanë pranuar, sepse nuk kryesisht si drejtor nuk intereson shumë për emrat përveçshëm, por po ka edhe ministra, ka edhe deputet, ka edhe udhëheqës të institucioneve të ndryshme, të cilët janë ende duke komunikuar me agjencinë për të shpjeguar mospërputhjet e caktuara në deklarimin e tyre të pasurisë. A keni pranuar raport edhe për presidentën e vendit Gjosa Osmani për hetim të pasurisë? Agjencia është deklaruar më herët. Për rastet që ne jemi duke i trajtuar, nuk kemi të drejtë ligjore që të shprehemi a jemi duke kryer verifikimin e tyre apo jo. Ne kemi jap një deklaratë publike ku kemi treguar, ku kemi thënë që ne as nuk e konfirmojmë, as nuk e mohojmë një të tillë. Ne kryejmë punën. Kur përfundohet gjithë procesi, ne mund të informojmë publikun edhe për emrat të përveçshëm nëse janë nështruar procesit. Ne nuk do të mund të informojmë publikun fatkeqësisht ndoshta me emrat atyre që i përcjellin prokurori, sepse publikimi i emrave të tyre mund të dëmtojë hetimet eventuale në prokurori, po për ata të pakët që kemi përfunduar dhe nuk kemi gjetur shpërputhje, ne mund t'ju informojmë ju si publik, edhe si medium, e pastaj edhe publiku i gjerë të informohet nga ju. Për momentin nuk kam të drejtë ligjore që të deklarohem për këtë temë, sepse i stafi është në proces të hetimit e si drejtor nuk mund të ndërhyj në këto aspekte. Po sa lëndi ka dorëzu agjencia në prokurori lidhur me keq menaxhimin ose keq përdorimin e pozitës? Agjencia nuk ka shumë përveç të sinjalizimi, ku ka mandat për të dërguar ato, sinjalizimi është një mekanizëm i brendshëm i raportimit, ku zyrtari do të fillimisht ta dëshmoj lidhen e marrëdhënies së punës me institucionin, e pastaj interesin publik në atë që e raporton. Ke postë të ato disa raste që kemi dërgu në prokurori, shumica e kallëzimeve tona penale ndërlidhen me deklarimin e pasurisë, me konflikt interesit apo vendimarrjen e konfliktit interesit të zyrtarit publik. Brenda mandatit tonë, nëse nuk gabojmë, kemi mbi 150 raste vitin e kaluar që janë përcjellën në prokurori. Ona e keqe e kësaj faze është që shumica dërmuese e tyre janë hudhur nga prokuroria, sidomos ato që lidhen me deklarimin e pasurisë. Ndërsa ka raste që janë duke trajtuar, sidomos te përfitimi në konflikt interesit apo të ndonjë sinjalizim i cili është pretenduar që fundet publike janë keq menaxhuar apo janë keq, është riorientuar, dika nuk është dashur të orientuar. Atëherë zotëri Buleshkaj, faleminderit që keni pranuar ftesën për Kosova Press. Faleminderit shumë për juve, është kënaqësi, është mundësi shumë e mirë. Faleminderit.
gjeneratat e qytetarëve të Kosovës që si adres për udhëtimet e tyre me të gjitha pakot e aranxhimeve e kanë agjencinë Fibula Travel, por biznesi që nga viti 2000 nisi me 2 punëtorë dhe ofronte shërbime vetëm të udhëtimit, u zgjerua dhe të pushimet e transferet, ndërsa tani ka staf 16 fish më të madh. Veç në këtë zyre, janë me shumë veta se sa që ishën në vitin 2000 në kretë kompanin, 26 vjetë pas të menimit nga 2, stafi Fibula Travel urret për 16 fish. Zyre e parë që ka hapë kemi qenë unë dhe 2 punëtore. Tash jemi 33 punëtorë, edhe kemi zyre në Prishtinë, kemi 2 zyre, pra zyre kryesore, zyre shitjes, Mbej, Prizren dhe Gjakov, me tendenca murit, po s'ka nevojë murit tani se veç kemi avancu sistemin online të rezervimeve, pra gjithmonë po shkon ty u bë direkt pa faktorin njeri edhe rezervimet. Pra punëtorët vetëm i kontrollojnë rezervimet, a janë mirë, a janë kry pagesat, edhe a ka vend hoteli, se ka mundësi ndonjëherë që online duke e bërë rezervimin mund mos me pas vende në hotel, tani duhet me gjetë zgjidhje për klienta. Por, si u themelua kjo kompani, që është kampione në Kosovë, me paketa aranxhime, fluturime, transfere, hotele për rreth 20.000 turista në vetë. Unë me turizëm kom fillu faktikisht 91-ën, kom absolvu në fakultet, jam inxhinier diplomum i energjetikës, po atëherë i patën qitë pe punë prind të krejt, kena me të pa punë, qa me qenë diçka një shërbime. S'ka qenë Fibula, ka qenë një film tjetër, edhe aty kom fillu dhe me kapat e parë turizmit. Kemi shit bileta atëherë se s'ka pas paket aranxhmane, s'ka pas ko gjë biletat e autobusit, biletat e aeroplanit, deri 99-ën, pastaj 99-ën, 2000 fillova me e hapa agjencionin e parë ka qenë Kosovë, që ka punu me aranxhmane turistike. Se në aranxhman turistik në kuptohet, pra paketa e aranxhmanit është bileta e aeroplanit, transferi dhe hoteli, pra 3 produkte bëhen një dhe bëhet paketa. Kemi fillu vitin 2000 kemi pas fluturime prej Shkupit, pra si vjetë 2026 është sezona e 27 si vjetë që operojme. Pra kam gjenerata që kanë shku familje me fëmijë, tash ata fëmijë në rritë, shkojnë me fëmijët e vetë, pra 3 gjenerata, edhe muj me thanë që qatë kohë heqish një 70-80% kosovarëve kanë hyrë në aeroplan, herën e parë me mu, edhe kemi pas aranxhmanet e para për Turqi, pra në Antalya, atëherë kemi pas njerë fluturim një javë. Pra këtë sezonës kemi pas 15, maksimum 15 fluturime. Vit pas viti jemi rrit, pra 2 herë një javë, 3 herë një javë, 7 herë një javë, tash kemi deri në 12 herë një javë fluturime. E tash kjo kompani që fillimisht punonte me humbje ka destinacione në shumë vende të botës. Jo nga zero, po nga minusi kemi fillu, po. Pa e mbaj men, kër kom shit aranxhmanin e parë për shembull, kom bo dhe gabim, i kom hup në atë kohë, po foli me marka, ka qenë 150 marka për një aranxhmanit. Po su dëshprova, fillova përsëri, po njeri pe gabive mësot. E pa që kom gabua, ty herën tjetër, kështu e me radhë edhe që jemi ku jemi. Tash përveç Antalise kemi Bodrumin, për Turqi po folim, Stambollin, Kapadokja, kete mburin Turqin. Kemi aranxhmane për Dubai, për Maldive, Katar, pra Zanzibar, to pjesë që janë më egzotike. Kemi në Evropë kemi ekskurzione me gujtë shqiptare, me nisje për Prishtinës, Shkupit, Tiranës shumë, sepse ka dhe fluturime ma shumë. Po çdo ditë jemi duke u rrit edhe duke jep kësi destinacione të reja për udhëtar. Plus i madh për këtë industri ishte edhe liberalizimi i vizave. Për moment, po më ka qenë, është edhe do t'jetë më mërmendja Turqia, se me ato pagesat që bëhen edhe çka ofrojnë ata, shumë ka dallim me vende tjera. Shqipëria normal, Shqipëria është gjithmonë e kërkume, duke fillu me aranxhmane prej 1, 2, 3 ditë deri në një javë. Bullgaria, Greqia, pensionik vizat, Greqia është destinacion i kërkuar,
po me ma pak ditë, për shembull maksimum 5 ditë, ka edhe 7 ditë, po kryesisht vikendeve ma shumë orientum. Bullgaria, pra një lehtësim i madh për ne ka qenë kur janë hek vizat. Se edhe populli ka lëviz më shumë, edhe po numri i udhëtarëve nuk është rritur. Është shpërnda, pra që ta njerë që kanë qenë, janë shpërnda në destinacione ndryshme. Fal heqjes së vizave janë shtuar edhe destinacione të reja. Risi kemi gjithmonë, faktikisht, janë qëto destinacionet e reja që i kemi për Itali edhe për Spanjë, pushime verore. U dha si ide në bisedë e lirë mas shoqeve, por mori formë si projekt serioz biznesor. Tash, pa mbushur një vit, çokolada TOG janë bërë prezantuese të Kosovës, qoftë me simbolik, ashtu edhe me shija. Plisi, Hynesha në Fran, Sahat Kulla, Bjeshkët e Sharit, këto dhe plot simbolet të tjera që na përfaqësojnë si këmbë, tash janë edhe shije. Nga kjo ndjenjë patriotike ka lind TOG Chocolate, një ide që nuk synon vetëm të prodhoj çokoladë, por të rrëfej Kosovën përmes çdo cope e çdo detaji. Kësaj TOG që nga fillimi nuk është parë thjesht si biznes, por si një mision për ta promovuar Kosovën, për ta bërë të prekshme dhe të paharrueshme. Ndërsa si ide lindi në biseden mes dy shoqeve, idhëtare për krijimin e produkteve unike me gratë si forcë udhëheqëse. Ideja e krejt TOG-u tani prej dashnisë të madhe për çokoladë, po një herët edhe me bo promovim të venit. Kur djenta më ka tregu fillimisht për idenë e saj, e kom besu me njëherë edhe e kom pa që është diçka ma shumë se një biznes. Është një mision për me tregu Kosovën edhe ma të bukur, edhe ma të qëndrueshme, edhe më dëshmu edhe grave tjera që mundën me bo diçka shumë unike prej venit tonë. Por, çfarë kuptimi e simbolike ka emri TOG? TOG Chocolate është bashkim për Toskën edhe Gegën. Do me thonë simbolizojnë rrajnët edhe identitetin tonë. Çdo çokoladë që e bojmë e mbartë Kosovën, shijen edhe kulturën tonë. Me sloganin ëmbëlsi e krijuar për të dhënë jetë kujtimeve tua, TOG synon që çdo vizitor, por edhe çdo qytetar i Kosovës, të marrë me vete një copa dheu në shije dhe në kujtime. Kjo duke qenë në shitje edhe në aeroportin e Prishtinës dhe të Tiranës. Menaxherja tregon edhe të veçantat që ka secili produkt aty. Produktet tona diferencohen jo vetëm nga cilësia, por edhe koncepti, dizajni në tërësi. Produkti kryesor me dashni nga Kosova ka Bjeshkët e Sharrit, Muzeun e Kosovës, Sahat Kullën, si dhe Plisin që është sinonim i gjithë shqiptarëve. Produktit me dashni nga Prishtina nuk ka se si ti mungoj Hynesha në Fran. Gjithashtu edhe produkti me dashni nga Prizreni ka të ndërturura monumente kulturore, artistike të ndryshme. Pra as 3 produkteve që janë pralina, kemi edhe 2 produkte të tjera që janë çokoladë e zezë me borovicë të kuqe, dizajni me valltar, që simbolizon vallën shqiptare, si dhe çokolada tjetër e zezë që është ma unikja. Është flok e ëmbël, çokoladë e zezë me spec djegës. Kësaj çokolada e TOG-ut u bë simbol përfaqësimi i Kosovës. Produktet tona janë artizanale dhe bëhen kryesisht me dorë. Landa e parë është e cilësisë lartë, është belge, edhe krejt përpunimi bëhet në Kosovë. Shija është pëlqy tejmase, janë edhe 9 shije të ndryshme që besoj se secili e gjen veten në një prej tyre. Ke pas bashkëpunime shumë të mira me institucionet e vendit kryesisht, po edhe me kompani të jashtme, po dhe kompani tona
të mëdha. Përpos konsumatorëve individual, kemi pas kërkesë të madhe edhe prej institucioneve të vendit, prej presidencës, prej bizneseve të mëdha, sidomos për festat të fund vitit. Edhe data e lansimit të togut ishte unike, u bë me 17 shkurt të vitit të kaluar, pikërisht në ditën e pavarësisë së Kosovës, por që për një kohë të shkurt bëri emër pavarësisht se nuk prodhohet nga një biznes i madh. Përkundër faktit që TOG është biznes i vogël familjar, TOG ka arrit me depërtu edhe jashtë tregut të Kosovës, jemi edhe në aeroportin e Tiranës dhe në disa verari në Tiranë, po ashtu edhe në aeroportin e Prishtinës, edhe në disa vende kyçe, kryesisht verari në Kosovë. Kemi fillu me një ambient më të vogël, me një punëtori të vogël, po që pretendojmë të zgjerohemi se është e nevojshme. Vetëm kemi bo eksportin e parë në Shqipëri. Një tjetër vlerë e veçantë e TOG Chocolate është se menaxhohet dhe prodhohet nga gratë. TOG është brand që menaxhohet prej grave. Për momentin jemi 4 punëtore. Në termen e afërt mendojmë me zgjeru se është edhe nevojshme që të zgjerohet stafi. Jemi gjitha gra që punojmë. Me orar të rregullt jemi punësum 4 gra dhe 3 të tjera së part-time. Kësaj, kushdo që synon të marrë me vete suvenire e kujtime të tjera, tashetutje e ka dhe togun si opsion. Çdo çokoladë e bart Kosovën me vete. Dhe për fund, ndjekim bllokun e lajmeve Blitz nga zhvillimet ekonomike në vend fqinjësi e botë. Zyra e Rregullatorit për Energji ka publikuar aplikimet fillestare të kompanive Kesko, Kec dhe Kost për kostot dhe të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2026. Në aplikimin e Keskos, si furnizues i shërbimit universal, faktori korrigjues është mbi 49 milion euro, ndërsa në atë të Kecit është mbi 41 milion euro. Sipas këtyre shifrave, shuma totale që kompanit kërkojnë të mbulohet dhe kalon 90 milion euro. Sipas këtyre shifrave, shuma totale që kompanit kërkojnë të mbulohet dhe kalon 90 milion euro, që do të përkthejnë në një rritje të mundshme të tarifave të energjisë elektrike afër 21%. Megjithatë, në kuadër të procesit të shqyrtimit tatimor, ZRE ka mundësinë që të refuzojë këtë propozim ose të bëjë përshtatje për tarifat përfundimtare. Komisioni Evropian bëri të ditur se ka ofruar një pako për mbështetje prej 171 milion eurosh për infrastrukturën dhe bizneset në Ballkanin Perëndimor, por nga këto fonde të Komisionit Evropian nuk do të përfitoj Kosova e as fqinji i saj verior Serbia. Sa i përket Kosovës, zëdhënësi i KS Guillem Messie thekson se ajo ende nuk ka përmbushur kushtet ligjore për të pranuar pagesa, pasi që ende nuk ka ratifikuar marrëveshjen e kredisë dhe fondeve në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje për Ballkanin Perëndimor. Nga e hëna ka nisur protesta e transportuesve të madrave në Maqedoninë e Veriut, Serbi e Maltëzi, në kufirin me Kosovën. Sipas informatave nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar për Kosova Press është thënë se lëvizja e kamionëve është bllokuar në 2 anët e kufirit. Protestuesit kishin bllokuar të gjitha pikat kufitare për kamionët, por jo edhe për veturat. Me këtë protestë po kërkohet zgjidhje për qëndrimin e tyre në zonën Schengen, për shkak të futjes së sistemit të ri të hapjes dhe daljes të Bashkimit Evropian. Transportuesit maqedon dhe të 3 vendeve tjera kanë njoftuar se bllokada fillimisht do të zgjasë 7 ditë. Giganti amerikan i teknologjisë Amazon ka konfirmuar se do të shkurtoj 16.000 vende pune për orë pasi i njoftoi stafit për një raund të ri shkurtimesh pune globale në një email që me sa duket u dërgua gabimisht. Emaili, i cili është parë nga BBC, u dërgua vonë të martën dhe i referohet një numri punonjësish në SBA, Kanada dhe Costa Rica që janë pushuar nga puna si pjesë e një përpjekje për të forcuar kompaninë, por mesazhi me sa duket u nda gabimisht pasi u anulua shpejt. Edicionit të 8 të shtyllës i erdhi fundi.
Reprizën e gjeni kurdo në kanalin zyrtar të agjencisë Kosova Press në YouTube. Për edicionin e radhës, takohemi të enjtën tjetër. Mirupafshim. Një emision ekskluziv. Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima,